Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Devol arrestuan shtetasin FM 23 vjeç, banues në Tresenik, për veprat penale kundërshtim ndaj punonjësit të rendit publik, të kryer me dhunë, mosbindje ndaj urdhrit punonjësit të rendit publik dhe prishje të rendit dhe qetësisë publike. Pasi gjatë një aktiviteti futbollistik të zhvilluar në stadiumin e Bilishtit, ky shtetas ka sharë dhe ofenduar, si dhe ka kundërshtuar me dhunë punonjësit e policisë gjatë shoqërimit të tij për në komisariat. Specialist për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë Korç referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasit FSH 69 vjeç banues në Korç, pasi pas një konflikti pronësie dyshohet se ka kanosur me fjalë dhe i ka drejtuar armën e gjahut që e kishte me leje një 46 vjeçari. Arma e gjahut u bllokua me cilësinë e provës materiale dhe je 61 vjeç banues në Korç, pasi dyshohet se ka goditur me grushte një 40 vjeçar për motive të dobta. Specialist për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Kolonjë referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasin BI, 40 vjeç, banues në Ersek, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj vjerrës së tij. Specialist sektori qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku filloi procedimi penal për shtetasit LD, 58 vjeç dhe MM 31 vjeç, pasi në aksin rrugor Korç-Pogradec, automjetet që drejtonin janë përplasur. Si pasojë e përplasjes, kanë ngelur të dëmtuar lehtë 2 pasagjerë që ndodheshin në mjetin që drejtohej nga 31 vjeçari. Me datë 7 qershor 2025 rreth orës 12 në fshatin Strelc në Maliq, dyshohet se aksidentalisht ka rënë zjarr në banesën e shtetasit FV 66 vjeç. Si pasojë e zjarrit janë shkaktuar vetëm dëme materiale.